Zgjati vetëm pak orë, por sanimi i dëmeve që i shkaktoi do t'i marrë disa ditë. E tek kur uji është tërhequr, u shfaq realiteti i ri në qarkun Yilan të Tajvanit, me banorët që përpiqen të shpëtojnë atë që ka mbetur nga shtëpitë e tyre të përmbytura nga stuhia që goditi rajonin. Tajvani evakuoi më shumë se 8300 njerëz nga zonat bregdetare e malore dhe mbylli shkollat përpara se stuhia tropikale të prekte pjesën jugore të ishullit më vonë të mërkurën. Funguong pati forcën e super tajfunit kur goditi Filipinet të dielën, duke shkaktuar përmbytje, rrëshqitje dheu, ndërprerje të energjisë elektrike dhe të paktën 27 vdekje. Ende duke mbajtur forcën e stuhisë tropikale të mërkurën në mëngjes, pritej të vazhdonte të humbiste shpejtësinë dhe madhësinë e erës, ndërsa i afrohej Tajvanit. Sipas agjencisë kombëtare të zjarrfiksve, shirat e rrëmbyeshëm dhe përmbytjet plagosën të paktën 51 persona deri të mërkurën në mëngjes. Një përruaj të mbushur përmbyti një fshat në qarkun Hualien të martën. Nga aty, autoritetet evakuan mijëra banor për të shmangur tragjedinë e shtatorit kur një tajfun la 18 të vdekur.